Banorët e fshatit Zboq në Maliq protestuan për shkak të kushteve të vështira në infrastrukturë. Mungesa ujë të pishëm të cilin e sigurojnë nga një burim që ndodhet në të qenë e fshatit. Për nevojat të tjera, ende mbushin ujë nga ulluqet e shiut dhe lumi i fshatit. Në kohën përpara ka qenë 150 familje, sot ka vend 3 familje. Lartë, fshat lartë, kurse këtu janë 15 familje. Ujë të pishëm ne s'kemi patur këtu. Prandaj e mbush në pikët unë, rrjedh pika, po rashi i laj robet, po s'rashi unë nuk i laj robet. Unë ujnë e marë ngre kazanin ati ma tanë, se është turp, 2025, a lavati që në mbaj kot në shpi, ngre kazanin ati e rri me orë të tëra që i la gjitha robet e familjes, janë vete 6 në shpi. Ujë manerë, si ta them, si veze e prishur. Fshati Zboq ndodhet 7 km larg Maliqit, ndërsa familjet që jetojnë aty përballen çdo ditë me kushte të vështira. Protesta së shtunës bëri bashkë banorët për të kërkuar investime dhe vëmendje nga autoritetet.